Përshëndetje nga unë Ervina Kaso. Ndodhemi në kuzhinën e familjes në Institutin Kulinar në Ranzi. Për ju Amvisa do realizojmë një antipas të ftohtë për tryezat tuaja festive. Për realizimin e kësaj recete do të na duhen prosciutha të ndryshme si prosciutto crudo parma, prosciutto cotto, prosciutto milanese, spianata. Do të na nevojitet edhe djathra të ndryshëm si djathi cheddar, mozzarella, parmigiano, kremi i djathit dhe për t'i dhënë më shumë shije pjatës tuaj do na nevojitet reçelra të ndryshëm sipas dëshirës, gjithashtu fruta të thata, në këtë rast fiq të thatë me ara, kajsi të thata me ara dhe fruta të ndryshme si thana të thata, ara të ndryshme sipas dëshirës tuaj. Vazhdojmë me realizimin e recetës antipastës së ftohtë. Unë kam bërë disa para përgatitje të vogla, kam bërë disa bredha të vegjël, të cilët janë me kastravec, prosciutton, spianata dhe disa toblla të vegjël me krem djathi, të cilët i kemi kaluar në thana të thatë, erza të freskët dhe fruta kandit. Gjithashtu kemi realizuar edhe një trëndafil të vogël i cili është me prosciutton milanese. Vazhdojmë me dekorin plotësues të antipastës së ftohtë. Do vendosim djathrat e ndryshëm, në këtë rast djathin e bardhë. Vazhdojmë me vendosjen e djathit parmigiano. Do vazhdojmë me vendosjen e djathit mozzarella. Dhe vazhdojmë me vendosjen e fetave të mangos. Ju mund të vendosni fruta sipas dëshirës tuaj. Do vendosim disa fruta të thata si fiq dhe kajsi të thata me ara. Ju mund të përdorni edhe fruta të tjera sipas dëshirës. Dhe për të plotësuar antipastën mund të vendosni reçela të ndryshëm, mjalt ose salca të ndryshme. Në këtë rast ne do përdorim salcën sweet chili. Salca sweet chili është një salcë e ëmbël dhe pak e thartë, që shkon shumë mirë me djathrat. Vazhdojmë me realizimin e antipastës së dytë. Kemi vendosur disa topa djathi të cilët i kam kaluar në thana të thatë, fletësa bajame dhe fara susami mix. Në mes do i vendosim reçelin e portokallit, po ju mund të vendosni reçela të ndryshëm sipas dëshirës. Vendosim prosciutton parma, që është një prosciutto crudo. Prosciutat që mund të vendosni në antipastat tuaja janë sipas dëshirës suaj. Vendosim djathin mozzarella. Për dekorimin e antipastës juaj, format e djathit dhe të prosciutave mund t'i bëni dhe t'i vendosni sipas dëshirës tuaj. Vazhdojmë dekorimin me frutat e thata, në këtë rast kemi ara dhe bajama. Ju mund të përdorni fruta të ndryshme si kajsi, rrush të thatë, ananas të thatë dhe kjo është sipas dëshirës tuaj, shkojnë mirë shumë me djathin dhe me prosciutat. Kemi vendosur disa feta djath të bardhë të aromatizuara me dafin dhe për të përfunduar antipastën e ftohtë, ju mund të vendosni shurup panje, që është një shurup shumë i mirë dhe e plotëson antipastën tuaj të ftohtë. Këto ishin recetat tona për sot, antipastat e ftohta me mix prosciutta dhe djathta që ju mund të realizoni në shtëpitë tuaj sipas dëshirës tuaj. Janë disa receta të thjeshta dhe të shijshme, po gjithashtu me shumë ngjyra për tavolinat tuaja festive. Përbërësit e këtyre recetave i gjeni në të gjitha pikat dyqanet në Ranzi Organic Market. Nga unë Ervina Kaso, faleminderit dhe gëzuar festat!